Partitë VMRO, DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë fituar në mënyrë bindëse zgjedhjet e djeshme vendore në Maqedoni. VMRO-ja ka fituar 25 komuna, ndërsa BDI-ja 8, ndërkohë që disa komuna janë ende në balotazh. Isak Ramadani ka përgatitur kronikën nga Shkupi. Zgjedhjet vendore të djeshme vlerësohen si të suksesshme për shqiptarët në Maqedoni, sepse komunave tradicionalisht shqiptare ju shtua edhe një, ajo e Kërçovës, që nuk është drejtuar prej shqiptarëve që prej 70 vjetësh. Bashkimi Demokratik për Integrim ka fituar në Çajir të Shkupit, në Dibër të Madhe, në Saraj të Shkupit dhe me ndihmën e mirë a emigrantëve nga shumë vende të botës, edhe komunën e Kërçovës, si dhe disa komuna rurale. Në Kërçovë dhe në Selinë e BDI-s në Tetov, mbrëm ka pasur atmosferë festive. Kryetari i BDI-s Sali Ahmeti u ka bërë thirrje për krahasve të tij për maturi. Kjo fitore u takon të gjithë qytetarëve në Kërçovë, sepse kryetarët që janë zgjedhur dhe që do të zgjidhen kanë obligim që të kujdesen dhe të punojnë për të gjithë ata njerëz, për gjithë komunitetin që jeton aty. Partia Demokratike Shqiptare do të garojë në raundin e dytë në Strug, ku do të ketë mbështetjen gjithë shqiptare kundër kandidatit të partive maqedonase dhe pritet të fitojë atje. Kryetari i PDSH Mendu tha që është shprehur i kënaqur me numrin e votave që kanë marrë kandidatët e partisë së tij, por jo dhe vetëm me një komunë të fituar deri tash. Përshëndetje e parë do të shkoj për Strugën, tuva tjeta. Hallalli qoftë Zjadin Selës, ka një PDSH-ja në krahasim për zgjedhjeve parlamentare në nivel të Republikës ka marrë 21.000 vota më shumë se para një vjet e gjys. Në Tetov do të shkojnë në balotazh Teuta Arifi e BDI-s dhe Sadi Bexheti i PDSH-s, në Gostivar Rufi Osmani i Rilindjes Demokratike Kombëtare dhe Nevzat Bejta i BDI-s. Ndërkohë partia VMRO-DPMNE, kryeministrit Nikola Gruevski ka fituar 54 komuna, ndërsa Lidhja Social-Demokrate e Opozitës Maqedonase 7. Raundi i dytë për ato komuna ku nuk pati fitore do të mbahet pas 2 javësh. Vëzhguesit ndërkombëtar kanë bërë vlerësime pozitive për procesin e zgjedhjeve vendore në Maqedoni. 420 ishte numri i pjesëtarëve të misioneve diplomatike të OSBE-s dhe ODIHR-it, ndërsa shumë herë më i madh numri i vëzhguesve vendas. Autoritetet e vendit theksojnë se kjo është hera e parë kur në një proces zgjedhor nuk shënohen incidente fizike as dhunë. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.